Kredia e re për biznesin vijoi rritjen edhe në muajin maj, mbështetur kryesisht nga turizmi, industria përpunuese dhe sektori i energjisë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, korporatat jo financiare private përfituan 25.5 miliard lekë kredi të re, nga 23 miliard lekë në të njëjtin muaj të vitit kaluar, duke shënuar një rritje prej 11%. Megjithëse tregtia me shumicë dhe pakicë vijon të mbajë peshën më të madhe në huamarrjen e bizneseve, financimi për këtë sektor ka shënuar rënje. Në muajin maj, bizneset e tregtisë morën 9.7 miliard lekë kredi të re, rreth 10.5% më pak se një vit më parë. Kjo tregon se zgjerimi i përgjithshëm i kreditimit është mbështetur nga deg të tjera të ekonomisë. Rritjen më të fortë ndër sektorët kryesore shënoi akomodimi dhe shërbimi ushqimor. Kreditë e reja për bizneset e turizmit arritën në 3.7 miliard lekë nga 2.2 miliard lekë në maj të vitit kaluar, duke u rritur me 71%. Ecuria pozitive vjen në prag të sezonit turistik veror, kur bizneset rrisin investimet dhe nevojat për financim. Edhe industria përpunuese ka zgjeruar ndjeshëm huamarrjen sipas të dhënave. Kreditë e reja për këtë sektor arritën në 3.4 miliard lekë, ose 51.8% më shumë se një vit më parë. Rritje të fortë shënoi gjithashtu sektori i energjisë elektrike, gazit dhe avullit, ku huamarrja u rritu më shumë se 4 herë, duke arritur në 1.5 miliard lekë. Megjithëse kreditimi për sektorin e ndërtimit ra me 20% dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme vijuan të tërheqin më shumë financim bankar, huaja e re për këtë kategori u rrit me 25.8%, duke arritur në 567.3 milion lekë. Edhe sektori i bujqësisë tërhoqi më shumë financim bankar në muajin maj, duke u zgjeruar me 112%. Në krahun tjetër, disa sektorë kanë regjistruar tkurje të ndjeshme të financimit. Kredit për transportin dhe magazinimin ran me 75.7%, ndërsa industria nxjerrëse shënoi rënien më të fortë me 97.1% më pak kredi të reja, krahasuar me majin e vitit kaluar. Edhe ndërtimi regjistroi një tkurje, ndërsa financimi për sektorin e arsimit ra me 91.9%.